Profesor, dhe për të qëndruar tek Netanyahu, mendoni se do ketë një të ardhme në qeverisin e Izraelit? Sa kohë që ka një Hamas, po, sepse e tha shumë mirë edhe zoti Qerazi që një pjesë e kësaj ka të bëjë me faktin që ekzistenca e vetë Hamasit është një shprehje e politikës përçarëse të Izraelit, pra e qëllimshme, që në krijimin e saj në vitin 1988 deri sot. Netanyahu mbijeton sepse nuk ka dakordsi si midis palestinezëve ashtu sikur edhe midis izraelesve. Unë nuk jam i bindur që nuk kemi bindur që në fakt Hamasi, më dëgjoni? Se më ndoshta u dëpre? Okej, kërkoj ndjes. Nuk kemi bindur që Hamasi do të shkërmoqet personalisht. Jam plotësisht dakord me analizën, por ndoshta jo me konkluzionin. Arsye për këtë është sepse edhe vetë numrat e antarësisë në Hamas nuk është se janë ulur. Sigurisht kryesia politike është zvogëluar, por Hamasi nuk është herë parë që ka kaluar në fazet të kësaj natyre, në këto lloj sfidash. Mendoj që është një organizatë që është nga gjithë organizatat që janë aty, sepse tashmë ka fraksione të tjera edhe më ekstreme. Nga gjithë ato organizata është më e fuqishme dhe është e vështirë shpeshherë që të eliminosh diçka të tillë. Por gjithçka mund ndodhi sigurisht. Për sa kohë që ka opozitë palestineze dhe për sa kohë që ekziston ky tension, Netanyahu ka aftësinë për të mbijetuar. Me shumë gjatë zgjedhjet do të ndodhin vitin e ardhshëm, politika dhe spektri, do thoja unë, Izraeles është shumë i përçarë, ka shumë polarizim, dhe përçarja kryesisht ka ardhur në forcat e qendrës së majtë dhe qendrës. Kjo do thotë që Netanyahu vetë përfiton nga kjo, sepse ka gjithmonë aftësinë duke sjellur votues nga i djathtë dhe ekstrem i djathtë, dhe Likudi, si një partive kryesore që kryesohet nga zoti Netanyahu, vazhdon dhe merr pjesën më të madhe të elektoratit të Izraeles. Ndosë ka kundërshtim nga qendra dhe nga e majta, Izraeli vazhdon të kalojë edhe më shumë në ekstremin e djathtë, edhe këtu mos harrojmë se për ne Gaza ka qenë kryefjala gjatë 2 viteve të fundit. Po sfida për Izraelin vazhdon të jetë bregu perëndimor, më shumë se sa Gaza. Dhe aty tensionet vazhdon të jenë në rritje. Aty besoj që konflikti i rrallë do të jetë pikërisht në bregun perëndimor, dhe për sa kohë që këto konflikte ekzistojnë, Netanyahu e ka aftësinë për ta përdorur këtë lloj paqëndrueshmërie në favor të mbijetesës së tij politike. Profesor, dhe për të ndryruar pak temën e konfliktit, kalojmë pak në konfliktin Ukrainë-Rusi. Kohët e fundit flitet që SBA do dërgojnë Tomahawk. Është një mundësi për të dërguar Tomahawk pikërisht në Ukrainë, por nga ana tjetër Rusia kundërpërgjigjet duke hedhur disa ide që mund të çojnë raketat Iskander ose Oreshnik në Kuba. Pra mund kemi një rikthim të krizës së Kubës. Si e shikoni këtë? Nuk e dini se Kuba ka dëshirë të futet në një lojë gjeopolitike, sepse pasardhësit e Fidel Castros nuk janë pasardhës së tij të vërtet. Ja dëshirojnë më shumë mbijetesën. E dinë në bazë arkivave në fakt që Fidel Castro dëshironte në fakt të fillonte një luftë për ta marrë. Ishte Khrushchev që e ndaloi atë. Pra, ky ishte personi që i ftoi ata pikërisht në Kuba. Unë nuk mendoj për një moment që udhëheqësit aktual të Kubës kanë dëshirë të rikthehen asaj situate gjeopolitike që është shumë e rëndë sigurisht. Nuk besoj që Rusia do ta bëjë diçka të tillë. Presioni sigurisht ekziston. Ka pika të tjera nervatike të cilat vetë Izraeli, flisim për Izraelin, vetë Rusia mund t'i përdorë diku tjetër për presion Shtetet e Bashkuara. Tomahawks përfundimisht ndoshta do t'i jipen Ukrainës. Nga ana e zotit Trump të gjithë kjo retorik është pikërisht për të rikthyer Rusinë në tryezën e negocimit. Rusia, për sa kohë kam thënë më parë, do të them sërish, për sa kohë që Rusia mendon që mund të fitojë më shumë nga vazhdimësia e konfliktit, sepse merr më shumë në betejë se merr në tryezën e diplomatike, atëherë do të vazhdojnë konfliktin, sepse personalisht mendoj që Rusia është e bindur të vazhdojë të krijojë mungesë stabiliteti jo vetëm në Ukrainë, por në vendet balltike, në Poloni dhe brenda aleancës së NATO-s dhe brenda Bashkimit Evropian. Sepse duke bërë këtë, ai krijon pasiguri jo vetëm në vetvete të këtyre shteteve, por krijon pasiguri edhe mosbesim ndaj aleatëve. Sa më shumë që ky konflikt vazhdon, dhe sa më shumë që aleatët fillojnë të argumentojnë jo, po ndoshta do ndërhyj, jo ndoshta nuk do të ndërhyj, kjo dobëson NATO-n. Dhe kështu që për momentin nuk mendoj që Putini i levërdis përfundimin e konfliktit, ai i levërdis vazhdimësia e konfliktit, sepse në aspektin e afatgjatë ai fiton më shumë se sa humb.